Amaris. Nëse Shqipëria do të ishte motra e madhe dhe Kosova motra e vogël, çfarë duhet të mësojnë ato nga njëra tjetra dhe çfarë të bukurash kanë secila nga ato? Shumë pyetje e bukur, sepse çdo herë dëgjoj të tjerët duke thënë Kosova dhe Shqipëria kanë marrëdhënie vëllazërore. Unë them në fakt janë dy motra, sepse motrat e dojnë njëra tjetrën pas një kusht, gjithnjë ndihmojnë njëra tjetrën, sidomos motra e madhe, gjithnjë i ndihmon motrat më të vogla, është ashtu? Nuk e di, a jeni ju ndonjëra motra e madhe? Apo jeni më të voglat ju? E madhja, me siguri kujdesesh për e vogla. Ti motra e madhe, Eda motra e madhe, Eda kujdeset shumë për vllaun. Unë jam vëlla i vogël. Edhe, po pra, ti e vëlla i vogël. Motrat e mëdha na ndihmojnë shumë. Në rastin tim edhe motra e vogël më ndihmon se mos po hidhrohet. Kështu që kur ke motra, është një prej dhuratave më të mira nga Zoti, sepse gjithmonë janë aty për ty, edhe gjithmonë të ndihmojnë, dhe natyrisht kjo vlen edhe për vëllezërit. Çka mund të mësojmë ne nga njëra tjetra është ne mund të mësojmë shumë nga përvoja e Shqipërisë, sepse Shqipëria është shtet që më shumë se 100 vite, kurse Kosova i ka vetëm 17 vjetë, është shumë e vogël dhe me më pak përvojë, por nga njerë më duket që ne kemi pak më shumë energji. Vajzat e vogla, motrat e vogla kanë më shumë energji, apo jo? Edhe i bëjnë gjërat ndoshta me më shumë pasion. Kështu që këtë ne kemi ndoshta më të bukur, kurse Shqipëria e ka përvojën dhe e përcjellim këtë energji pozitive tek njëra tjetra. Bukur. Rajan.